I motivuar nga kampion të mëdhenj të peshë ngritjes shqiptare si Ilir Suli dhe konkurrencë të fortë me Erkan Qerimajn dhe Daniel Godelin, në 2002 Florenc Çela nga Fushkruja nisi sportin e shtangës, duke arritur disa rezultate të larta deri të shpallja kampion vendi, mirëpo i kushtëzuar nga vështirësitë e kohës, ardhja e shpeshtë në klubet e kryeqytetit ku ai bënte pjesë u bë e vështirë. Ne ishim larg nga Fushkruja, domethënë ishte çike vështirë. Vetëm rruga, trafiku shkonte 2 orë. Do lëvizshim 1 orë në Tiranë me këto lëvizjet me arrit ke Qemalstave, kemi vetë shumë kam. Ose me Urban, me Unaz, që ishte trafik, ishte i farë sakrificë. Shteti nuk ishte mundësi edhe u zgjidhte për pjesëmarrje, për shembull, vetëm një që pretendon për titull kampion, asnjë që pretendon për vend tret, asnjë nuk kishte mundësi me shku. Nga 8 që ishim, u përcjellën 3, të 8 ishim për me shku. Vështirësitë e veta Florenci po këmbgul me do e mos që të mos i përjetoj brezi i ri, ndaj në Fushkruj në një palestër modeste, ai ka nisur të stërvisë të pasionuarit e vegjël pas këtij sporti, edhe pse momentalisht garojnë për klubin e Dajtit. Ky është një ambient i vogël, fillimisht e kam marrë vetë, edhe vazhdoj që ta maj vetë në kom, domethënë kemi pas nimat voglet në i shokut, në i miku, plus tani kemi fut hapat për themelu një ekip të aman në Fushkruj. Kemi bëj takim zyrtar me kryetarin e bashkisë, e ka prit mirë dhe e ka miratu si, e ka dhënë si fjalë, domethënë nuk është zyrtare që e ka dhënë si fjalë, por nuk është e arritur akoma, do bëhet me të ardhmen dhe do na mundsojë një ambient më të madh, kushte më të mira. Vështirësitë e një palestre të vogël dhe pa kushte nuk e kanë penguar Florenc Çelën, por edhe të rinj të cilët stërviten atje për të marrë rezultate të larta. Bejken Çela është kampion Shqipërie të moshat 15 vjeçar. Është i padiskutueshëm si kampion, se ka stërvit